Ursula von der Leyen në anën e islamistëve të Damaskut, ndërkohë që kurdët masakrohen në Aleppo. Në anën e Turqisë dhe islamistëve të Damaskut, presidentja e komisionit Ursula von der Leyen, e cila nxitoi për në kryeqytetin sirian për të takuar me Ahmed al-Shara, ndërsa forcat e tij po godisnin kurdët në Aleppo. Në fakt, al-Shara si një musliman besnik, refuzoi ta përshëndeste von der Leyen duke u mjaftuar me prekjen e njohur të zemrës, që do të thotë se nuk mund t'i shtrëngojë asaj dorën. Pasi për al-Shara femra Ursula është njëri kategorisë më të ulët. Pikërisht për këtë arsye nuk ka as edhe një video të takimit, për të shmangur çdo reagim, përveç një fotoje me cilësi të dobët. Von der Leyen me një guxim të tepruar, deklaroi: "Pas dekadash frike dhe heshtjeje, sirianët kanë nisur një udhëtim të gjatë drejt shpresës dhe ripërtëritjes. Europa do të bëjë gjithçka që mundet për të mbështetur rimëkëmbjen dhe rindërtimin e Sirisë." Në të njëjtën kohë, situata në Aleppo është në një gjendje të tensionuar, pasi grupet kurde njoftuan të premten vendimin e tyre për të refuzuar kushtet e armëpushimit të vendosura nga qeveria e Damaskut. Ndërkohë, ministri i mbrojtjes i Turqisë mirëpret operacionin e ushtrisë siriane kundër luftëtarëve kurd në Aleppo. "Ne e mirëpresim këtë operacion, i cili synon të gjitha grupet terroriste. Do të doja të përsërisja se ne e konsiderojmë sigurinë e Sirisë si sigurinë tonë dhe se mbështesim luftën e Sirisë kundër organizatave terroriste", tha Yasar Guler. Luftëtarët kurd janë zotuar të mbrojnë lagjet e tyre, duke refuzuar të përmbushin kërkesat për të tërhequr nga qyteti, mes luftimeve të ashpra që kanë shpërthyer gjatë gjithë javës. Dhuna e ripërtërirë ekspozon përçarjen e thellë që ndan qeverinë islamiste të presidentit Ahmed al-Shara nga forcat kurde, të cilat po i rezistojnë ashpër përpjekjeve për t'i vënë ato nën autoritetin qendror. Propozimi për armëpushim, i paraqitur nga Ministria e Mbrojtjes, parashikonte tërheqjen e menjëhershme të forcave kurde në zonat e Sirisë verilindore. Një zhvillim i tillë do të shënonte fundin e pranisë kurde në pikat strategjike në Aleppo, të cilat janë kontrolluar nga këto forca që nga fillimi i luftës civile siriane në vitin 2011. Afati skadoi në orën 9 të mëngjesit të së premtes, 9 janar 2026. Megjithatë, disa këshille kurde që qeverisin zonat Sheikh Maksud dhe Ashrafia e hodhën poshtë kategorikisht propozimin. Në një deklarat, ata e përshkruan kërkesën për tërheqje si një thirrje për dorëzim dhe denoncuan forcat qeveritare për bombardime intensive, duke deklaruar vendosmërinë e tyre për të mbrojtur shtëpitë e tyre. Kriza humanitare dhe ethe diplomatike thellohen teksa numri i viktimave të përleshjeve është i madh. Të paktën 9 civil kanë humbur jetën, ndërsa më shumë se 140.000 banor janë zhvendosur. Asnjëra palë nuk ka njoftuar shifra zyrtare për humbjet e luftëtarëve. Në frontin diplomatik, Shtetet e Bashkuara po përpiqen të parandalojnë një përshkallëzim. I dërguari i Shteve të Bashkuara për Sirinë, Tom Barak, përshëndeti armëpushimin e përkohshëm dhe tha se Washingtoni po punonte për ta zgjatur atë. "Shpresojmë që kjo fundjavë të sjellë një qetësi më të qëndrueshme dhe një dialog më të thellë", tha ai. Megjithatë, një gazetar i Reuters vërejti më shumë se një duzinë autobusësh bosh që hynin në Sheikh Maksud të premte në mëngjes, të cilët sipas burimeve të sigurisë kishin për qëllim transportimin e luftëtarëve kurd, një shenjë se Damasku priste pajtueshmëri. Washingtoni ka kohë që përpiqet të promovojë bashkimin e forcave demokratike siriane me ushtrinë qeveritare, bazuar në një marrëveshje kornizë të nënshkruar në mars 2025. Megjithatë, progresi ka qenë minimal. Në të njëjtën kohë, Turqia po monitoron nga afër zhvillimet duke kërcënuar me ndërhyrje ushtarake. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan deklaroi pak para njoftimit të armëpushimit se normalizimi në Aleppo do të vijë vetëm përmes tërheqjes së elementeve të forcave demokratike siriane, të cilën Ankaraja e konsideron një organizatë terroriste të lidhur me PKK-n. Në këto kushte alarmante, Komisioni Evropian del në krah të terroristit të Sirisë dhe von der Leyen premton gjithçka mundet dhe pozicionon Europën kundër kurdëve. Në krah të Sirisë dhe Turqisë, në linjë krejt të ndryshme nga ajo e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, lidhur me kurdët. Mast Channel. Please subscribe.